Fëmijët dhe Kryqi i Kuq është ekspozita kombëtare e vizatimit e hapur në Lezhë që synon promovimin e vlerave humanitare dhe ndërgjegjësimin e të rinjve për rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Nxënësit pjesëmarrës prezantuan punime artistike, ku në qendër të vëmendjes ishte vullnetarizmi i përcjellë përmes vizatimeve kreative dhe mesazheve sensibilizuese. Ndjehem me të thënë të drejtën shumë i emocionuar dhe njëkohësisht i gëzuar, sepse idetë, mendimi dhe gjithë performanca e Kryqit Kuq pasqyrohet me këto vizatime tuaja, të cilat tregojnë se Kryqi Kuq po futet gjithnjë dhe më thellë në mendjen, në zemrën dhe në shpirtin e njerëzve tanë. Janë vlera shumë të ndjeshme për secilin prej nesh për të treguar që me diçka të vogël, me pak nga kuta jonë, mund të ndihmojmë shumë dikë që ka nevojë. Sepse çdo mesazh që fëmijët kanë paraqitur në këto punime tregojnë që secili nga ne mund të jetë human, mund të jetë vullnetar, pa që nevoja për të sakrifikuar. Punimet më të mira u vlerësuan me certifikata, duke inkurajuar talentin dhe përkushtimin e nxënësve në përcjelljen e mesazheve humanitare përmes artit. Kjo ekspozitë ndroi në pak kreativitetin e të rinjve dhe shërbeu si një nismë e rëndësishme për të forcuar frymën e bashkëpunimit dhe ndjeshmërinë sociale në komunitet.